Ky kom nuk i shkon këtu pa nanën shqiptare. E shumë i kemi hake bërë që kësa nanë. E ty kësa gjeneratët nanë. Kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ka vizituar sot nënën e dëshmorit Muhamet Muharremi, zonjën Bedrije Muharremi, mbesa e së cilës është kandidate për kuvendin komunal në listën e nismës socialdemokrate Arjanita Muharremi. Sot në fshatin Drobesh të Vitis pata nderin të jem në vizitë tek nëna e dëshmorit Muhamet Muharremi. Takimet me nënat e dëshmorëve janë gjithmonë emocione të veçanta dhe të papërshkrueshme. Ato janë shtylla të pathyeshme të qendresës sonë kombëtare, themeltare të lirisë. Në sytë e zemrat e tyre ruhet historia më e pastër e sakrificës për atë. Çdo fjalë e tyre është mësim, çdo përqafim mbush shpirtin me mall e krenari. Faleminderit nënës Bedrije për mikpritjen, qendresën dhe për kushtimin jetësor ndaj kujtimit të birit të saj dhe të gjithë dëshmorëve të kombit. Lavdi e përjetshme për dëshmorin Muhamet Muharremi, nderim dhe respekt i pafund për të gjitha nënat e dëshmorëve, heroinat e gjalla të këtij kombi, shkruan Limaj në Facebook për krah një video nga takimi. Ky kom nuk i shkon këtu pa nanën shqiptare. E shumë i kemi hake bërë që kësa nanë. E ty kësa gjeneratët nanë. E shë nanën e një ushtarit, e shë nanën të nëse kam nanën më ka vdek. Më ka vdek shumë e rej. A më nana jem, edhe që kanë nanë, e kanë pas një dhimë të njëjtë. Edhe çdo kur një nanë e uqëkës, është e njëjtë se me të njëjtën gajle ka aron gjumë, e me të njëjtët gajle a qupi gjumit. Pa u njoftë, kjo në viti e jam janë Malishev, dhe na kanë pas gajlin tonë si na kanë vijat frontit. Komandant, Lokja e kam një dhuratë për juve. Faleminderit shumë. Në shtarinja e asin se në mosën tina. Inshallah gëzojnë ta, e të liri, e nërojnë e respektojnë atë sakrificat gjak që aderë për lirinë e pavarësinë e Kosovës. Komandant, ndoshta nuk e njëjtë çka foli Lokja. Ta adhuroj këtë flamor i cili ta u lau me gjak e rinia ta në ta kujtojnë ta se na nuk do t'jem më. E ka shfaqebar dhe të rritnera për krejt që ki kontributin e mundin, e dhimbjen, e ato net pa gjëmë që i ke ba, inshallah Zoti shpërblen atje, e nera të rritë që ki ba për Kosovën. Faleminderit shumë.